إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi dhe lavdrimi absolut I takon të madhit Allah. Ata falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhuru dhe prej të mirave të tij është në Islam na ka udhëzuar. Salatet tona të pandërprera ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër besimtar, sot jetojmë me një kohë ku njerëzit përgatiten. Mirë po përgatitjet e tyre dallojnë, disa përgatiten për në aspektin material, disa përgatiten për aspektin fizik, se tash vjen vera dhe duhet t'i tregoje muskujt e tij, e dikush tjetër, e sidomos studentët përgatiten që të jenë të gatshëm për provimet e tyre. Të gjitha këto janë valide dhe janë normale që njeriu të përgatitet. Sikur përgatitja financiare, materiale, sikur se përgatitja fizike për një ballafaqim apo për një bukuri që njeriu me tregu, po në të njëjtën kohë edhe studenti për provime të përgatitet, gjitha këto janë normale dhe të pranueshme. Mirë po, ajo të cilën e bën njeriu të zgjuar dhe e bën njeriu që të punojë fort dhe të mendoje për të ardhmen e tij dhe të përpiqet për sukseset e tij, është vëllezër të nderuar jeta e cila neve na ballafaqon me sprova dhe përgatitja për ata dhe kuptimi I jetës se kjo dunja ka të lashe dhe ka bela dhe ka sprova. Andaj ka prej njerëzve të cilët janë të zgjitur në pakujdesi, nuk e kuptojnë qëllimin e jetës. Ka prej njerëzve të cilët janë të kapur nga dembelizmi, shiqojnë që secili prej tjerëve t'ja krye punët e tij, dhe ka njerëzit të cilët janë në harres, nuk e kuptojnë qëllimin e jetës. Pra, për me kuptu këta më thellë vëllezër të nderuar, duhet njeriu t'i kthehet fjalës së Allahut subhanahu wa taala dhe ta kuptojë qëllimin e jetës. Allahu Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu në suratul Mulk, duke fillu në fillimin e surës, Allahu në drejtohet dhe thot: Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I lartë madhëruar është Allahu, ai I cili vazhdimisht meriton lartë madhërim dhe falenderim dhe hamd absolut, ai I cili e krijoi njeriu vëllezër të nderuar nga ajo që të jesë ta shikojë cili është më vepër miri dhe cili është më vepër ligu. Ai I cili punon mirë dhe ai I cili punon keq. E kjo është qëllimi I jetës, që Allahu do të na sprovojë në këtë dunjë kush bën vepra të mira dhe kush bën vepra të liga. Kur njeriu e kupton këta, atëherë I përvel krahat e tij dhe mundohet me arrit qëllimin e tij. Vëllezër të dashur, kjo botë është vend I sprovave. Andaj Allahu na ka dhënë mendjen për të kuptuar, na ka dhënë shisat për të dalluar dhe shpalljen për me dalluar të vërtetën dhe me na udhëzu. Vëllezër të nderuar, e njerëzit dohen këtu, pasi që Allahu na I ka dhënë syt, Allahu na ka dhënë diturinë, Allahu na ka dhënë këtë këto, atëherë njerëzit në këtë jetë
Kush është vepër miri dhe vepër ligu, Allahu na e ka dhënë mundësinë këtu sicili prej neve me zgjedh çish dojmë me jetu. Dhe Allahu thon Kur'anin famëlar, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Me të vërtetë njeriu ne e krijuam nga një pikë uji dhe pastaj ata e udhëzuam dhe e lëm të lirë që të zgjedhë dhe të jese o në rrugën e falënderimit, o në rrugën e mohimit. Ka prej njerëzve në këtë dunjë, të cilët vëllezër të nderuar nuk i njohin të mirat e Allahut, vazhdimisht janë mohues, dhe ka prej atyre të cilët e kanë kuptuar qëllimin e jetës. Jeta as prov, kur t'i vere e mira, se dhe e mira as prov, është falënderues, por në të njëjtën kohë, kur t'i vere sprova, belaja, telashja, ai është në sprov dhe bën durim, dhe kjo është mirësi për ta. Andaj vëllezër, njerëzit këtu fillojnë të dallohen. Imma shakiran wa imma kafura. Njerëzi falënderues dhe njerëzi mohues. Si ta dalloje njërin vetveten e tij, a është falënderues në sprov apo është mohues, vëllezër të nderuar, ndaluni këtu. Ka prej njerëzve të cilët jetojnë me vetdije. Ka prej njerëzve të cilët e kuptojnë qëllimin e jetës. Kur e dëgjojnë ezanin e sabahut, ata zgjohen me fal sabah. Ky është ai në sprovën e falënderimit, se çohet me sabah, mi thon Allahut elhamdulillah dhe falenderon Allahun. Dhe ka prej njerëzve të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi, që me kuptu a jeti falënderues, ai nuk i dhnohet me Allahun, po thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Dhe ka prej atyre të cilët kur goditen në fatkeqësi thonë te Allahut jemi, tek ai është kthimi, o Allah, më shpërblej për durimin në sprov dhe ma zëvendëso këtë sprov me një të mirë, më mirë sa ajo. Vëllezër, kur i paraqitet mëkati atij njeriu i cili dëshiron me qenë mirënjohës karshi Allahut, shakira, ai njeri përmbahet për hir të Allahut, do nuk i shkel kufit të Allahut subhanahu wa taala. E këto lloj njerëzish, vëllezër të nderuar, kur grumbullohen njerëzit në ditën e gjykimit, që to kanë me kanë prej atyre të cilët Allah i ka lavdruar dhe ka dhënë Kur'anin famëlar, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dhe atyre të cilëve Allah do t'i japë librin, kjo për botën tjetër, me dorën e tyre të djathtë, ata do të jetojnë një jetë të kënaqshme dhe të rahatshme. Andaj ai i cili quhet në sabah është mirënjohës, ai i cili duron në sprova është mirënjohës, ai i cili kur përballet me mëkate, me gjunaje, bën durim, nuk i shkel kufit Allahut, ai është mirënjohës. E çka është problemi i tyre? Atyre në ditën e gjykimit Allah do t'i japë librat e tyre me dorën e djathtë. Ndërsa ka prej atyre të cilët vëllezër janë në harres, në neglizhencë, në devijim, ata lën namazin për xhumin, zgjedhin mëkatën për bindjen dhe mbajnë urrëtitjen e zemër, zgjedhin që të jenë duke jetu me ndershmëri, ata zgjedhin të jetojnë të pandershëm, duke vjedh, duke tradhtu dhe duke gënjë. Andaj edhe Allahu për njerëzit e tillë çka ndodh në ditën e gjykimit, cili do të jetë përfundimi i tyre dhe çish do të jetë grumbullimi i tyre, Allahu subhanahu wa taala na tregon një ashtu dhe thot: "Wa amma man utiya kitabahu bi shimali qala ya laitani lam uta kitabiya." Dhe atyre të cilët do t'i jepet libri në dorën e majtë, do të thonë, o Zot, mu kam mos ta kisha marrë këtë libër, Allahu na ruaj prej tyre ya Rabbel Alamin. Vëllezër, e cila është zgjidhja, pasi që njeriu qenë ka në sprov, pas ka njerëzit të cilët janë falënderues dhe njerëzi mohues, ata të cilët e lin ka namazin, jetojnë të pandershëm dhe nuk i bindën Allahut, atyre pas ka mja ulon Allahut librin në dorën e majtë. E cili është suksesi, se ta arrim në këtë katrahur të dynjajës, e cila është provë për neve, vëllezër të nderuar, duhet mi pas parasysh disa pika. E para prej tyre është me kuptu që Allahu subhanahu wa taala nuk na kalon në humner. Ne kalon neve një program. Dhe ai program është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njohja e udhëzimit. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: "Taraktukum ala mahajjati al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Ju kum lëm me një petkë të bardhë. Thon udhëzimi i Allahut është sikur sa ajo qefini i bardhë. Nuk devion nga ajo rrugë e bardhë, përveç se një njeriu e cili domthonë e zeza dhe e bardha është e dalluar si nata me ditën,
përveç një njeriu i cili zgjedh devimin, Zot na ruaj. Andaj njohja e Kur'anit dhe Sunetit, vëllezër të nderuar, është një prej rrugëve të cilat na mundson neve mu konam prej njerëzve falendërues e jo prej njerëzve mohues në sprovat e jetës. Dy vëllezër, nuk mjafton vetëm njohja. Ka prej njerëzve thotë, a di me lexu Kur'an? Dije. A e di hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? I dije. Po nuk mjafton vetëm dija, po duhet edhe zbatimi i tyre. Andaj ka pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'an, ja kam lënë në mesin e juaj dy gjana, ma tamassaktum bihima, derisa ju kapni për ta, falan tadillu ba'di abada, nuk keni për të deviju asnjëherë. Kitab Allahi wa sunnati, me kap librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në zbatim, njeriu nuk devijon asnjëherë. Tre vëllezër prej rrugëve të suksesit, mu kon mirënjohës edhe mu rujt nga mohimi, vëllezër, është që njeriu duhet me kuptu që her pas here gabon. Dhe është natyrshmëri njerëzore njeriu me gabu. Ne nuk kemi me la që mos me gabu. Allahu na ka kriju krijesat të cilat gabojnë. Andaj dhe tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata, çdo biri i Ademit është gabimtar, e më i miri prej tyre kush është? Ai i cili pendohet. Mirë po, Allahu na jep edhe një myshde dhe tha, illa man tab wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Përpos atyre të cilët pendohen, që do të thotë natyrshmëria njerëzore është me gabue. Dhe rruga drejt suksesit është që vëllezër, kur të gabojmë të përmirësohemi dhe të pendohemi. E çka ka myshja, çka ka zgjidhja, çka ka si harriçi nga ana Allahut? Allahu tha, përpos atyre të cilët pendohen, besuan, vepruan vepra të mira, atyre Allahu gjunoat mëkatet e tyre i shndron në sevape. Minusin në bonus. Do mund të jenë minus në bank, ki shku 10.000 euro i kredit, në thojza, sa haram, mirë, po kur shkon ati thot, jo, nuk i borç, ti plus 10.000 euro i ki tuat janë. Kjo mirësia e pendimit dhe e katërta vëllezër, prej rrugës drejt suksesit që në këtë jetë të sprova është shoqëria e mirë. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij, ndërsa mos jemi prej atyre të cilat qysh e tregon Kur'ani famëlar ngjarjen e atyre mushrikëve, të cilët ishin nga Kurejshët në Mekke, nga fisi i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Për shkak njëri tjetrit, ata e lanë udhëzimin drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, dhe njeriu më shumë tin këtë jetë që e shkatron dhe e devijon. Pas devijimeve të shumta është qëndrimi me njerëzit të devijuar, sa njeriu s'ka pi raki duke nejt me to ja ka fillu, sa njeriu s'ka lujt komar dhe bixhos duke shku dhe me abo qefin dikuj, me qëndru e sante me ta ja ka fillu të luje, e sa njeriu nuk ka qenë zinaqar dhe ka fillu zinajen, andaj ja lejteni lem ettekhidh fulanen khalila, mukan, Allahu të regon Kur'an dhe thot, mukan, musa kësha mor filanin për shok. Allahu na rujt nga shoqëria e tillë dhe e fundit vëllezër të nderuar është që njeriu të kese durim. Kjo jetë ka sprova, edhe e mira sprov, edhe e keqja sprov. Andaj e mira kur të vere, ki kujdes si e përdor ata, po edhe keqja kur të vere, ki kujdes si ban ball dhe durim asaj. Andaj Allahu subhanahu wa taala tregon Kur'an dhe tha, inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Unë sot ata do t'i shpërblej për durimin e tyre dhe ata do t'jenë fitimtarët. Andaj vllai dashur musliman, di se ti je në sprov, andaj koha nuk ka mbaru, ka ende kohë që njeriu mu përmisu. Dera e pendimit është e hapur dhe nuk e dim kur përfundon jeta jonë. Prandaj largo nga pakujdesia, luftoje dembelizmin, se kur kush nuk punon për tyje, përgatitu për takimin me Allahun, për arsye se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili jep afat njeriu derisa njeriu nuk dëshiron që të pendohet. Allahu na ruaj nga pakujdesia dhe neglishenca. Allahu na bëj për atyre të çndrueshëm në fenë e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.